Atmosferë elektrizuese në Rumble in the Jungle, eventin e bërë nga kushti hekur dhe OTR Promotions në Grande Panevino në qendër të Tiranës. Kemi tani ndeshje boksi olimpik. Andi Tufa përfaqëson Shqipërinë, ndërkohë kundërshtarit i spanjoll Carlos Merchante në uniformën blu. Tufa me të kuqe. Ndeshja është e vlefshme për kategorinë e peshës 80 kg. E njohur ndryshe si pesha light heavyweight. Tufa është një boksier me një CV shumë të pasur, kampion disa herë Shqipërie, medaljet shumëta përgjatë rrugtimit tij në këtë sport. Le të fillojë ndeshja. Të dy boksierët duken që janë të stërvitur, të dy kanë muskulatur, boksieri. Shohim ç'të tregoi ringu. Goditje, kroshe shumë e saktë me të majtën nga Tufa. Ndërkohë spanjolli tregon dhëmbët. Filloi shpejt aksioni Albi të ndeshje. Filloi shpejt dhe unë humba komplet, se isha duke u përgatitur për të thënë diçka, po nuk e shpejt nga Tufa. Në ndryshim nga ndeshja e parë këtu aksioni filloi direkt. Ndeshja më pashme e Bekos. Shiko, dielli duke qenë 7-5. Shumë ndeshje e bukur si filloi. Duart shpejta nga Tufa. Bokseri shqiptar me uniformën e kuqe, ndërkohë kundërshtarit i spanjoll me blu. Carlos Merchante. Një njëshdysh i bukur nga Tufa. Jasper është duke u dukur Merchante. Po të dy bokserët dallohen janë kanë ardhur për luftë. Shumë ndeshje e bukur. Interesante ky duel, të dy bokserë fuqishëm, 80 kg light heavyweight. Boks olimpik, 3 raunde në Rumble in the Jungle. Andi Tufa kundër Carlos Merchante. Grusht i saktë nga Tufa, kundër përgjigjet e spanjollit. Lufta ashpër Albi në cep, luftë shumë boks shumë fizik, në ndryshim nga boksi në distancë që pa ndeshjen në parashme. Është dhe kjo një pjesë e boksit. Asnjë ndeshje nuk i ngjan tjetrës. Po e humb veten, dhe po e humb edhe qetësinë në të njëjtën kohë kundërshtari Carlos Merchante, përballë shqiptarit dhe tironësit ton Andi Tufa, i cili e ka nisur në mënyrën më të mirë. Mbështetje shumë elektrizuese nga publiku për Tufën. Dallohet që ka mbledhur shumë fanë sa sot me vete. E studion kundërshtarin, pret. Ua, super grusht! Një grusht e kundërpërgjigje shumë i dhimbshëm. Tufa një mëngjerash, u veç me dorën e djathtë, e sulmon fort me të majtën. Kundërshtari është bokser klasik me dorën e djathtë. Një kroshe shumë e bukur nga Tufa. Prap, është Tufa i që dhe vjojmë të bën goditje sakta. Janë goditje shumë sakta, më fal, po shikosh gushtat e spanjollit nuk mungojnë, po Tufa arrin të shmangët. Edhe ana e tij defensive shumë e mirë, shumë reflekse shumë mira në mbrojtje. Nga Andi Tufa, bokseri me uniformën e kuqe, nga qyteti i Tiranës. Ndeshje shumë dhe nuk mungojnë xhirimet e motorave dhe duket sigurimi në mbështetje. Grushëmimi 3 grushte shumë mira nga Tufa. 3 grushte shumë të mira. Në kundërpërgjigje të gjitha. Janë disa bokserë, mendoj se Tufa është një ndër ta, ato që quhen në anglisht counter puncher, që do thotë janë bokserë kundërpërgjigjes. Ata presin momentin që ti sulmosh ata të kundërpërgjigjen. Aty është pika tyre e fortë. Nuk ngacmojnë me xhep shumë, nuk lëvizin, por të godasin kur ti sulmon. Atje ku ti nuk e pret. Në boks çdo sulm kërkon që ti
Dhe duar trokitjet zjarta për Andi Tufën. Boksi është një balans midis sulmit edhe mbrojtjes. Çdo sulm kërkon që ti të zbalancosh mbrojtjen tënde. Dhe aty është momenti ku boksierët që janë kundër përgjigjes, ato që quhen counter puncher në anglisht, ato sulmojnë. Janë pa numër të knockout-et që kanë ardhur nga këto lloj boksierësh. Edhe Andi Tufa duket që e ka specialitet këtë lloj boksi. Boksi në kundër përgjigje, boksi në counter puncher. Dhe presim që mbas të kemi edhe një knockout. Një knockout i cili do të jetë i pritshëm, duke patur parasysh mënyrën e lëvizjes, qetësinë e Andi Tufës, sepse deri në këto momente ka treguar se e mbizotron ringun, e mbizotron skenën, elektrizon dhe gjithçka tjetër. Raundi shkëlqyer nga Tufa. Tregoi forcë, tregoi shkatësi, tregoi shpejtësi, tregoi edhe shumë zgjuarsi. Siç e shikon, spanjolli ka komandën e ringut, por gjushtat e tij nuk janë efikase. Në boks nuk është të thënë që të kesh komandën e ringut, është të thënë që është të godasësh. Është gjuaj dhe mos u gjuaj, është godit, mos u godit. Ky është pati një humbje ekuilibrit spanjollit. Spanjollit vetëm pak sekonda më herët. Do thënë që është dhe boks i rëndë, janë 8 kg, janë pesha, po ja formi peshave të rënda me këtë lloj boksi. 8 kg, janë pesha 2 divizione larg divizionit heavyweight. është fik strategjia e Tufës, Albi. Është një boksier që pret kundërshtarin ta sulmojë dhe ti kundërpërgjigjet. Nuk e dominon ringun pasi s'ka nevojë. Pika e tij e fortë është kundërpërgjigja. Është disa të herë që Tufa arrin të përfitoj nga sulmet e spanjollit. Me të kuqe Andi Tufa, me blu spanjolli Carlos Merchante. Boks olimpik, pesha 80 kg, në Rumble in the Jungle, në Fox News. E vendi mundësuar nga OTR Boxing Promotions dhe Grushti i Hekurt. Falenderojmë dy operatorët, Nelson Hysa dhe Eduard Dalipi, që kanë bërë të mundur këtë event. Do të shohim boks. Se pata nuk do të ishte i mundur dhe nuk do të ishte sjell në jetë një event si ky. Ndeshje shumë e luftuar tani ky round. Kam gjatë gjithë kohës zërat në kokën time, zërat mbi shpinë. Euforia e madhe. Të tifozëve, të mbështetësve. Vetëm boksi arrin të çojë njerëzit në tilla emocione në rangun e sporteve. Lëviz, po kam përshtypjen ka lëvizur mjaftueshëm deri në këto momente. Sakt. Shumë i qetë Tufa si boksier. Dhe tani gjithçka që mund t'i jap Tufa është thjesht një knockout. Është shumë i kompozuar. Është shumë i kompozuar krahasuar me spanjollin. Po shikoj spanjolli ka momente ku humbet ekuilibrin, i peshon ngushtat më shumë se ç'duhet, i shkojnë ngushtat në anë. Është dallohet qartë që Tufa është boksieri më i kompozuar, më i kompletuar ndër të dy. Por duhet kujdesit kohës, është boks, një grush mund të ndryshojë gjithçka. Një moment i mirë për Tufën. Mbyllet dhe raundi i dytë. Një raund i cili është mbizotruar nga Tufa. Dhe kjo nuk ka as pak dyshim. Patjetër. Pati një ulje tempi krahasuar me të parin, por prap raund dominues. Mendoj që të gjithë gjyqtarët e kanë shënuar për Tufën. Do e marrin vesh në fund, qofse s'ka KO normalisht. Ai knockout-i do të ishte shumë fantastik, sidomos në këto momente. Se na duhet një knockout. Na duhet të përshtuar pak atë ritmin dhe ato emocionet që na kanë kapluar deri më tani. Në boksin olimpik knockoutet janë pak më të rrallë se në boksin profesionist, për shkak se vetë arbitrat janë më defensiv, ndërhyjnë më shumë për të ndarë boksierët. Ndërsa boksi profesionist është gati pa rregulla, gati, ka rregullat e veta natyrisht, por krahasuar me boksin amator është gati pa rregulla.
Ja për raundi 3 dhe i fundin midis Andi Tufës me të kuqe dhe bokserit spanjoll Carlos Merchante. Tifozët përhasin emrin e Andi Tufës. Kroshet shumë nga Tufa. Një moment shumë i mirë ky për Tufën. Agresion nga të dy bokserët. Ndërhyn gjyhtari, qorton spanjollin për mos përdorimin e kokës. Është një ndër hilet që përdorin bokserët shpesh. Përdorin kokën për të dëmtuar kundërshtarin. Supozojnë pa dashje, por shpesh herë është dhe me dashje. Kroshe shumë e mirë sakt nga Tufa. Tufa i boksier shumë cilësor. Më ngjerash me dora dominante e majta, dora udhëheqëse e djathta. Kundër përgjigjës, i përket stilit counter puncher. Edhe ka treguar këtë më së miri sot Albi. Nuk synon të komandojë ringun, synon të godasi, synon të coftoj me grushta. Edhe është normalisht që t'jesh një counter puncher do të kesh një mbrojtje shumë mirë, dhe Tufa këto e ka. Nuk e shfaqur gjatë raundeve. Shumica e grushteve të kundërshtarit Merchante ka përfunduar në ajër. Shmangje të njëpasishme nga Tufa. Duke qartë që po të shikosh shtyrën e spanjoll Merchante, duke qartë shenjat e nxirjes. Po shtyrit majt. Boks në distancë shkurtër. Ndërhyn gjyhtari për ndarë bokserë. Dhe për pos mbrojtjes ka patur edhe një ofensiv shumë të madhe nga Tufa kundrejt spanjollit Merchante. Spanjolli synon të kapi Tufën, por është i pamundur, është një flutur që lëvizën gjithkohë se nuk e kap dot. Është stil shumë interesant. Këto flutrat spanjolle që nuk na u ndan dhe kam përshtypjen nuk do ndahen gjatë gjithë natës së sotme. Po, është një event interesant, bokser shqiptar kundër bokserëve spanjoll në boks olimpik, mundësuar nga Rumble in the Jungle, OTR Promotions dhe Grushti i Hekurt në Fox News. Dhe në Fox News vjen transmetimi live, transmetimi i drejt për drejt i të gjitha ndeshjeve të cilat do të luftojnë këtë mbrëmje. Jemi këtu me Andi Tufën kundër Carlos Merchante, Tufa me të kuqe, Merchante me blu. Kundërshtari me uniformën blu është spanjoll. Ndërkohë Andi Tufa përfaqëson Tiranën dhe Shqipërinë. Paraqitje shumë e mirë nga Tufa Albi. Nuk dua dhe unë të bëjmë parashikuesit për na jote, janë stepur, po kësaj radhe do parashikoj dhe unë. Ata them unë, mendoj që është e qartë kush është fituesi. Po të presim vendimin e gjyqtarëve. Nuk po ta marr eksklusivitetin, nuk po ta marr. Okej, unë e them që tani mendoj që Andi Tufa e ka fitoren në xhep. Dallohet edhe në pamje është optimist. Nuk mund të një gjë për spanjollin. Shikohet qartë shtyra e spanjollit është e nxirr. Në syrin e tij djathtë